Mendoj që do ishte mirë të flisnin për ushtrimet e muskujve të legenit. Janë shumë të rëndësishëm, sidomos pasi keni 2 fëmijë. Fillimisht, do të flasim se ku ndodhen ato. Ky është legeni. Okej? Në trupin tonë është pikërisht këtu poshtë. Zgavrat e ijeve janë këtu, aty ku dalin kockat e këmbëve. Pra, dyshemeja e legenit ndodhet siç e shpjegon emri, në dysheme, te baza e legenit. Pra është pozicionuar këtu, okej? Ne kemi 2 pjesë që përbëjnë një muskull të tërë, një pjesë më e thellë dhe një pjesë më sipërfaqësore. Për këtë arsye, mënyra si t'i ushtrojmë këta muskuj është: në fillim dua që ju ta praktikoni këtë tani, okay? Po. Një moment i mirë është kur ushqini fëmijë me gjë. Në atë moment mendoni për këtë. Së pari përpiqu të imagjinosh se ke gazra dhe nuk do t'i bësh. Përpiqu të shtrëngohesh nga mbrapa dhe t'i mbash gazrat. E ndini se si po punon ajo pjesë e trupit? Pra kjo bën që muskujt e thellë fillojnë të punojnë. Dakord? Së pari përpiqeni të mbani gazrat. Shto edhe mendimin e mbajtjes së urinës. Tani po mendon më shumë për pjesën e përparme, po shtrëngohesh drejt kockës pubike. Pra mendo të mbash gazrat dhe urinën në të njëjtën kohë dhe më pas t'i lësh të relaksohen. E ndjeni si punon? Shkëlqyeshëm. Ai është dyshemeja e legenit. Çelësi këtu janë fibrat e muskujve. Ato vijnë nga fundi i shtyllës kurrizore deri në pjesën e përparme të kockës pubike. Mënyra si ti bëni këto ushtrime është: mos u përpiq ta mbash kurrjen, por thjesht i shtrëngosh muskujt edhe relaksoj. Shtrëngoj muskujt dhe relaksoj. S'duhet të bëhen shpejt. Thjesht bëj me një ritëm të qëndrueshëm. Nuk duam të dridhesh. Duam të bësh një tkurrje të plot dhe një relaksim të plot. Përpiqu të bëni 10 si këto njëra pas tjetrës, okay? Pastaj kalojmë në fazën tjetër ku përpiqesh ta mbani tkurrjen. Pra një tkurrje ngadalt. Tani mendo për mbajtjen e gazrave dhe të urinës. Mbaje për 10 sekonda. Në të njëjtën kohë, merr frymë e nxirre frymën. Si to duket? Po, duket mirë. Ndihem pak sikur kam më shumë kontroll mbi pjesën e pasme se sa të përparme. Po, kështu ndodh dhe këtë shprehin gratë shpesh. Kjo është si rezultati i lindjes. Muskujt që dëmtohen më shumë janë muskujt e pjesës së përparme sesa muskujt në pjesën e pasme. Pra kjo është një ndjesi shumë e zakonshme. Kështu për pjesën e përparme duhet vazhdojmë të stërvitemi për ta forcuar. Ajo që është vërtet e mirë është se kur po bëje ushtrimin nuk shikoje asnjë lëvizje të trupit. Pikërisht këtë duam. Pra s'duam asnjë lëvizje të pjesës së pasme. Të duket sikur po ulesh a ngrihesh nga karrigja. Asnjë lëvizje këmbëve, asnjë lëvizje e barkut që hyn brenda dhe as të tërheqësh dyshemen e legenit. Është thjesht e izoluar rreth muskujve të dyshemes së legenit. Kjo është ajo që duhet. Pra mund të flasësh ndërkohë? Absolutisht. Duhet i mbash ato ndërsa merr frymë, flet dhe bën gjëra të tjera. Pa ndryshuar pamjen e fytyrës. Pikërisht. Përqendrim. Fillimisht duhet përqendrim, sidomos nëse ke pasur çarje ose dëmtim. Ne të rekomandojmë t'i vazhdosh këto menjëherë pasi ke lindur fëmijën. Nëse do të kishit pasur kateter që ndonjëherë nevojitet për nxjerrjen e urinës nga fshikza ose kur të kam bërë epidural ose diçka e ngjashme, nuk rekomandojmë të fillohen derisa të hiqet kateteri dhe të keni urinuar më pas. Por absolutisht mund të fillohen ushtrimet në ditën që lind fëmia ose të nesërmen nëse s'ke pasur probleme. Dhe në fakt mund të ndihmojë dikë si ti që ke pasur çarje dhe ëndje, nëse i stërvit muskujt të ndihmon menjëherë, të ulë ëndjen dhe të largon dhimbjen. Pra dyshemeja e legenit është fantastike. Është gjithashtu mirë të fillosh edhe nëse ke qepje. Muskujt e legenit janë të rëndësishëm për shumë gjëra. Kanë role të ndryshme, ndihmojnë në stabilizimin e legenit, mbajnë organet e legenit në fend ku përfshihet fshikza e urinës, mitra dhe zorra e trash, dhe parandalojnë atë që quajmë prolaps, që mund të ndodh pas lindjes ose edhe më vonë gjatë jetës, ku fshikza ose zorra mund të bjerë poshtë në vaginë, gjë që mund të jetë mjaft e pakëndshme, e dhimbshme ose mund të jap simptoma si rrjedhja e urinës, kur kollitesh, të shtinë dhe qesh, ose kur je duke shkuar në tualet. Dyshemeja e legenit kontrollon urinimin dhe jashtëqitjen dhe na bën të kemi edhe kënaqësi seksuale. Këto janë muskujt shumë të rëndësishëm. Jo vetëm për momentin, por njëkohësisht për gjithë jetën. Dhe si femra ne duhet t'i bëjmë këto ushtrime gjithmonë, pasi s'janë ushtrime vetëm për periudhën e shtatzanisë dhe pas lindjes. Pra, rekomandoj ta bëni zakon tani dhe ta vazhdoni. Është mirë të fillosh në çdo moment, sepse kjo ndihmon me kalimin e kohës. Absolutisht po. Mund t'i fillosh në çdo kohë. Edhe nëse nuk i ke bërë më parë, është gjithmonë mirë të fillosh sepse të ndihmojnë t'i forcosh këto muskuj. Për të qenë sinqert, si kam bërë para se të lindja fëmijë. S'ka moment më të mirë për të filluar se sa tani. Një moment vërtet i mirë për të filluar një zakon të mirë. Shkëlqyeshëm.